Zonja dhe zotrin, ai sigurisht është në listën e PDSHM numri 1 në këto zgjedhjet e 11 majit, megjithatë vjen si drejtuesi qarkut të Tiranës, drejtuesi politik i saj. Zonja dhe zotrin, siç më pëlqen ta quaj me ngacmim, kryetari i Bashkisë Tiranës. Falenderoj. Belind Këlliçi, mirëmëngjes. Mirëmëngjes gjithëve. Mirëmëngjes me dy gishta ose me njëshin, se nuk e bëjmë dot për momentin se thotë ai, jo. Njëshi. Mos ngatron, mos shoni vota qyl. Njëshi. Kush ke dyshi një? Rrim ke njëshi. Edhe ata dyshit rrim ke njëshi. Gjithë, rrim ke njëshi. Në fakt, dje ka pasur një ftesë, do fillojmë, ju fatmirësisht nuk duhet që të shndrojmë tek problemet dhe tek premtimet për Tiranën, zoti Këlliçi, por si drejtues politik ju keni përgjegjësinë në fakt për ta mbrojtur ekipin tuaj nga një fenomen që ju e keni provuar në kurriz, manipulimin industrial të votave. Manipulimi, shitblerja e votës masive, intimidimi i qytetarëve, intimidimi. Edhe ditën e djeshme kam publikuar listat të administratës publike që detyrohen për gjetur 10 vota për këtë ministrin e brendshëm në Tiranë, ose ndryshe do humbasin vend e punës. Përdorimi i ndihmës ekonomike, që është një fenomen shumë i shëmtuar për të intimiduar ata që vuajnë për bukën e gojës edhe për t'i çuar ke kutia e votimit. Ndalojmë këtu se kam nevojë për një batutë që se kuptoj. Si mundet ta intimidosh dikë, ndërkohë që ndihma ekonomike është nga 30.000 lekë vjetra deri në 140.000 lekë vjetra, dhe ti thosh ta hoqa këtë se po ja dhe atij që do marrësh 200.000 lekë, është pak paradoksale. Po sepse ta them unë, sepse ky kudo ku ikën hapi den që unë jam i fortë, e pranon vjedh zgjedhje, do t'i vjedh prap, pra tash ka kaluar në fazën që e inkurajon edhe njerëzit që punojnë për Partinë Socialiste, po ti shohësh, ku do thonë që po ne do t'i marrim, do t'i vjedhim sepse e quajnë diçka krejt normale. Dhe ajo që më bën përshtypje është për shkakun që Spaku u zgjua nga gjumi ditën e djeshme me një lajm që nuk kam parë një gjë konkrete në fakt që të ketë ndodhur, që thonë që kanë shkuar, kanë pasisur disa zyra në Shkodër. E ndërkohë këtu në mes të Tiranës po bëhet hataja për ditë. E di çdo qytetar që po bëhet për ditë hataja, dje në Durrës. Dhe ne në fakt kemi bërë, nëse ke 1 minutë kohë, Flavio, ne kemi bërë një listë që quaj muri i zi atyre personave që blejnë vota, intimidojnë votuesit, intimidojnë qytetarët, i shkojnë, i kërkojnë në këmbim të parave apo të favoreve mbështetjen për Partinë Socialiste, dhe çdo ditë kemi publikuar emra, me emër me mbiemër, me zonën ku janë, në webin e Partisë Demokratike, në portalet Partisë Demokratike, në portalin e Partisë Demokratike, kudo në rrjetet sociale. Unë sot, edhe pse në fakt jam drejtuesi politik i qarkut Tiranë, më duhet të ndalem ke Durrësi, sepse na kanë ardhur një denoncim i detajuar i personave që ne, po ja u them sot, është data 9 maj, po ja u them troç këtyre individëve, Partia Demokratike i konsideron terrorist elektoral, dhe si të tillë do trajtohen nga ligji dhe nga Partia Demokratike, këta njerëz që intimidojnë, shantazhojnë, fyejnë, kërcënojnë çdo që do të votojë ndryshimin ditën e diel. Duke filluar me këto emra, ju lutem, publiku, sidomos ata që janë në qytetin e Durrësit, i njohin mirë, edhe ata që janë shijak i njohin mirë. Në lagjen 3 në Durrës, Roni Shqopa, lagja 10, Gëzim Kosovari dhe Gjergj Dauti, baba i Geri Dautit, kryeingjiner në UKD. Në lagjen 13 Durrës, Redi Tabaku. Në lagjen 15, Feta Mataj. Në lagjen 18, Erion Koçllari. Elvis Pengili, që është drejtor kadastre, Emilian Lako, Skerdi Bello. Në Shijak, Sajmir Tusha, Jul Balla, Artan Sabri Nurka, Blendi Shika, Muhamet Miqa. Në Borak, Blendi Shika është në Goxhas, dhe Vilson Aliaj, që është shoferi i kryetarit të bashkisë. Në Shkallnur Arapaj, Artur Feta. Në lagjen 8 në Durrës, Klajdi Senko, Hamdi Vath Lana, dhe sërish në Arapaj, Indrit Gjoka. Edhe në Romanat, Flamur Gjuzi. Më vjen dhe një denoncim për në Itali, Edmond Kumaraku, i përfshirë në blerje votash, ish punonjës i ambasadës në Rom, i larguar për korrupsion, aktualisht drejton një shoqat në Rimini. Partia Demokratike i bën thirrje të gjithë këtyre individëve. Të gjithë atyre që janë shok të këtyre individëve, shok në vesë, në vjedhjen e votave, në manipulim, në intimidim. Do të goditeni me forcën më të madhe të ligjit dhe të Partisë Demokratike pas ditës së diel. Gjithë secili nga ju që tenton të intimidoj, të kërcënoj çdo qytetar për të votuar në një mënyrë të caktuar, nuk do të ketë mëshirë Partia Demokratike dhe ligji për gjithë secilin për këtyre individëve. Të gjithat atyre që ne denoncojmë
çdo ditë në rrjetet sociale, të gjithë ata që i kemi çuar në SPAK dhe që do të vijojmë ti denoncojmë. Ka ardhur momenti, Flavio, duhet bim dakord që të gjithë që nuk mundet të ketë më intimidim 2025, nuk mundet të ketë më qytetarë që kanë frikë, shkojnë votojnë si duan. Kjo është një çmenduri. Nëse duan të votojnë për pasaportën e parë të narkoshtetit në Europë, le të shkojnë të votojnë. Unë ta kam sjell, Flavio, kam qenë për herë korrekt me ty. Po. Nëse duan qytetarët shqiptarë që të vijojnë, të jenë pjesë e narkoshtetit parë në Europë, të themeluar nga Edi Rama, të shkojnë dhe t'ja japin, të vijojnë, të vazhdojnë me krim, me drogë, të vazhdojnë të largohen. Këto janë faqet e pasaportës së narkoshtetit Edi Ramës. Ka ndonjë vizat? Të vazhdojnë, tu ka se më thanë që ka pinja 5 gram para 1-2 ditë se kur erdhën këto emailët nga Amerika, edhe këto konfirmimet, ky njeri që ja bëri të pamundur qytetarëve shqiptar jetesën në Shqipëri, ky njeri ka ardhur momenti që ditën e diel ta paketojmë të gjithë dhe ta çojmë në pension patjetër politik, po mbi gjitha ta çojmë ke shokët e vet, ke Erion Veliaj me shok, me kompani. Edi Rama do ketë, unë e kam thënë edhe në studio këtu ke ju, mund të ta dorëzoj me solemnitet të madh. Edi Rama e kam thënë historikisht, Flavio, kemi qenë dhe bashkë, do ketë fundin më të keq që ka patur ndonjë politikan shqiptar. Kjo për shkak të dëmit të madh që i ka bërë vendit të tij, Shqipërisë, vjedhjes galopante, por mbi të gjitha dhe gjithë goditjeve që i ka bërë më radh parë gjithë bashkëpunëtorëve tim të afërt, që sot i ka arë miqtë e tim të mëdhenj, ambasada dhe kudo ku munden kanë treguar bëmat e Edi Ramës dhe thakmat e tij, por mbi gjitha do të goditet për shkak se është një njeri i kapur në flagrancë që ka korruptuar kreun e kundër zbulimit të FBI-t New Yorkut, Charles McGonigal, që është e faktuar kjo dhe në gjykatat amerikane, është një njeri që dikur hiqej si gruaja e Bilalit, sot ka patur në rrjet, nuk e di e ke parë batutat, mase e vetmja mënyrë për të shkuar në Amerikë është jetë gruaja Berishës, po ne jemi konservator. Flavio, ne nuk i bëjmë nga këto gjëra, pavarësisht se Rama do vdiste për këto gjëra, por thënë këtë, gruaja Bilalit, njeriu që për një foto që pati bërë atëherë në Amerikë, shkoi në burg një biznesmen shqiptar ndër një 8 muaj. Gruaja Bilalit ka ardhur momenti që më mirë të hiqej vet, sepse e ka të qartë që ka vjedhur si asnjë politikan në historinë e tranzicionit shqiptar e postkomunizmit 35 vite, ja kalon dhe Erion Veliajt në vjedhje, patjetër, është ky arkitekti kryesor, është ky pa u shpik skema 5D, është ky pa u shpik skema 5B e Belinda Ballukut, është ky që ka vënë rekorde të tilla si rekordi i Belinda Ballukut që paguan 10.000 euro në muaj qytetar, 10.000 euro në muaj për të larë makinën. Belinda Balluku. Ke lavazhi i mamit të ministrit Mrenshëm. Nuk e di sa lavazhere e zonja është mamaja e zotit Hoxha, por nuk besoj se ka lidhje me atë punë, është thjesht lavazhi tem pronësi. Çështja është që Belinda Balluku tender për 10.000 euro të lavazhi i Ervin Hoxha. Do të marrë lekët nga qytetarët dhe lajnë makinën 10.000 euro në muaj ke njëri tjetri, ke ministri Brendshëm. Po çmendurim. Del dhe kërcen me rrypi 1.500 euro. Del hedh valle. Del Edi Rama çdo ditë dhe nuk e fshe më tash i krenarin që mund të ketë, që e pish ishën e verës 33.000 euro. Një njeri që ka humbur çdo kontakt me realitetin. Një njeri se mund të ketë qenë 30 ose 28 atë ditë, ajo që ka pi varet, çka ka pas. Kështu që thën këtë, ky njeri i cili ka futur duart thellë në xhepat e shqiptarëve këto 12 vite, ky njeri që ka rekordet më të zeza të korrupsionit në vendin tonë, ditën e diel duhet larguar masivisht me votë. Çfarë kërkon PD-ja? Çfarë kërkon Sali Berisha, që e kam thënë dhe e rithem sërish, Flavio, e ritham edhe mbrëm në një emision që ishim televiziv. Berisha nuk është kthyer si politikan këtë radhë. Berisha nuk është këtu për karrierë personale, askush nuk është këtu për hallën e Berishës, askush nuk është këtu që të diskutojmë jo do bëhet kryeministër Berisha jo njëri tjetër. Këtu Sali Berisha dhe ne të gjithë me radhë jemi në kryet një misioni. Berisha është misionar për të larguar një të keqe të madhe që quhet Edi Rama. Është i vetmi njeri që mund ta bëjë realitet këtë gjë. Është i vetmi njeri që me atë që ndodhi në 2021 u rikthye në drejtim PD-s, me padrejtësinë që i bën me Nongratën, që u faktua edhe para 2 ditësh dhe do faktohet edhe ditën në vijim, 100%. U zgjodh në kryet PD-s, bashkoi PD-n, qëndroi kundër çdo padrejtësie brenda dhe jashtë vendit. Dhe sot e ka çuar PD-n në nivele që pa diskutim 11 maj
ne do të dalim fitues dhe do të rikthehemi në krye të punëve të vendit. Dhe mbi të gjitha, ajo që ne po i kërkojmë qytetarëve shqiptar, ju lutem, nuk janë 4 vjet, nuk janë 8 vjet, na jepni mundësinë 100 ditë. Në 100 ditë të implementojmë paketën e dëmshurisë. Minimumin etik 200 euro për çdo qytetar shqiptar, kudo ku jeni, qytetar që na dëgjoni, sado të ndjeheni të harruar nga qeveria, nga shteti, nga vëmendja, në çdo fshat, në çdo rrugic, në çdo vend të Shqipërisë, kudo qofsh o shqiptar, nëse je shqiptar, qytetar shqiptar dhe jeton këtu, do të paguheni minimumi 200 euro në muaj nga shteti shqiptar, sepse ja u ka detyrim, pa diskutim. Nuk do të ketë më rrogë minimale në 500 euro, nuk do të ketë më rrogë mesatare në 1200 euro. Do të ulim çmimin e energjisë elektrike, do të vëmë paketën e konsumatorit, kartën e konsumatorit për të gjithë pensionistët, familjet nevojë që t'i blejnë ushqimet pa të VSH, do të kursejnë të paktën 450 euro në vit. Do të ulet çmimi i naftës, Flavio, kemi naftë më të shtrenjtë se në Zvicër. Kemi një naftë e cila vjen edhe si Kosova, një lloj e marr importin e Durrësit, Kosova që paguan dhe kostën e transportit e shet me 25% më lirë se Shqipëria, ne që e kemi këtu e shesim 25% më shumë. Do ulet e çmimi i naftës, do falen gjithë kamatvonesat dhe detyrimet e prapambetura dhe ato akt marrëveshjet për energjinë elektrike dhe për ujin e pishëm, për të cilën Flavio duhet ta themi, ky bandit që shqetësohet sepse këta ministrat e tij apo kryetarët e bashkive kanë vjedh nga 100 milion euro dhe sot janë para burgim, ky bandit nuk ka thënë një fjalë për 28.000 shqiptar që kanë shkuar në burg për energjinë elektrike, për 10 shqiptar që kanë varë veten në qeli se nuk kanë pagu dot 30.000 lekë të vjetra energjinë elektrike. Ky njeri që kanabizoi Shqipërinë që kur erdhi, një individ i cili ka bërë dëmet më të mëdha Shqipërisë. Më lejo këtu për korrektësi profesionale dhe për ndjeshmëri personale, në fakt të përmend fatkeqësinë e tmerrshme të një kryefamiljari qytetar model i cili u arrestua për tjegullat e shtëpisë vet dhe në burgun e Rogozhinës, një nga miqtë e Ramës për të lehtësuar biznesin e vet kishte ndërprer karrexhatën, kishte ndërprer trafik ndarsen, kishte prerë që të kalonin njerëzit te biznesi që të binin shkurt. Dhe humbi jetën dhe pati atje një aksident të tmerrshëm, familja e atij për tjegulla. Ajo është për mua shembulli më i neveritshëm i dhe si gjithçka ka kaluar në heshtje, ka kaluar 3 ditë sepse ka ndodhur një skandal dhe kemi vënë një standard në këtë vend që të vjen keq. Ka ndodhur një skandal shumë i madh rrezik 2 ditë mbrapa, 3 ditë mbrapa dhe harrohet skandali tjetër. I bëj thirrje qytetarëve shqiptar të japin mundësinë Partisë Demokratike, Aleancës për Shqipërinë Madhështore, Sali Berishës, t'ia u kthej parat që i ka vjedh Edi Rama qytetarëve shqiptar. Çfarë do të thotë? Ne nuk mbarojmë, fitojmë zgjedhjet me 11 maj, nuk mbarojmë duke thënë këta janë të korruptuar dhe këta duhet shkojnë para drejtësisë. Do të ngrihet, e ka thënë disa herë Berisha, po ja u them dhe unë, do të ngrihet një task force e veçantë për të zhurmuar paratë e qytetarëve shqiptar, për t'i kthyer ato në buxhetin e shtetit. Një dodge shqiptar? Një dodge shqiptar, për t'i kthyer ato në buxhetin e shtetit dhe për t'i kthyer ato në kopshe, në shkolla, në çerdhe, në investime, në rrugë. 2 shembuj konkret. Ne jemi këtu ke zyrat e syrit. Më shkruan Edi, thotë a do e bëni kjo task force, a do e bëj muze korrupsioni Bashkinë e Tiranës? Do ta bëjmë instalacion të madh, patjetër. Aty do vëmë pastaj me statuja, do t'i vëmë me vepra. Se keni edhe ca nga këto. Me vepra të mëdha do vëmë gjithë ta me radhë, Ilir Beqen, Tahirin, Erion Velin, Blefter Kokën, një mesazh më thotë Detar Ben Maloku. Këto Ben Malokun e kam merak vetëm atë, pa merak e dijej. Di Ben Maloku. Është kap edhe para 2 ditësh ke zyrat e ish-komunës, duke bler vota, e kanë parë njerëz që kanë pikaz. Po është terrorist elektoral, e kemi thënë, është bandit, një bandit. Nëse je bandit do ngelesh gjithmonë. Sado që hiqe sikursi je i tillë. Banditje, nëse ke vjedhë herë qytetarët, nëse ke vjedhë një herë votat, i tillje për jetë. Të gjithë këta ta dinë, do t'i gjurmoj paratë e këtyre, Partia Demokratike, do t'i kthejnë buxhet. Mjafton këtu ku jemi ne, në zyrat, në ambientet e syrit, patjetër që bëhet, dhe të kuptojnë qytetarët, tu është një komunitet në zonën afër Unazës së Reut Berishtit, mbi 78.000 qytetar nuk kanë një shkollë, një kopsh, një çerdhe. Po, edhe për votimet do 12 vjet kryeministër Edi Rama, 10 vjet kryetar bashkie Erion Veliaj, dhe kanë fytyrë të vinë këtu më të takojnë njerëzit. Edhe ti kërkojnë votën. Këtu mjafton Unaza e Re, 6 vite nuk mbaron 2 kilometër rrugë. Është ndërtuar me 24 milionë euro kilometri.
Domethënë, e kuptoni se çfarë ka bërë Edi Rama këtij vendi. A e kuptoni se ku e ka çuar Edi Rama Shqipërinë? E kuptoni që del çdo ditë në televizor, shan, thyen, ofendon, shpif, merret me opozitën, kur ndërkohë nuk thot asnjë fjalë për qytetarët. Nuk thot asnjë fjalë për hallet e qytetarëve. Dhe ndërkohë merret gjithkohon me PD-n, merret me Berishën, merret me programin e tjerë. Ne e kemi të ndarë këtë çështje. Jemi të fokusuar 100% ke problemet e qytetarëve, jemi të fokusuar 100% ke hallet e tyre, dhe kushdo që mendon që në PD ka ndonjë që ka hall personal, duke nis nga Sali Berisha, i ka kryer të gjitha hallet personale Berisha dhe kushdo në PD. Kanë vetëm një hall, kanë hallin e qytetarëve shqiptar, hallin e Shqipërisë. Kemi vendosur të jetojmë këtu. E kemi ndarë mendjen të rrim këtë vend, kështu që do duhet punojmë për këtë vend, për të jetuar gjithë normalisht. Para 24 orëve ra refreni 3 viteve të fundit, Berisha ka hallin e vet personal. Jo, Flavio, jo ka hallin e vet personal, pa e bukur është kjo. Kam qenë në një studio mbrëm me doktorin dhe të ktheheshin analistë që na kanë masakruar nëpër studio, nuk kanë lënë studio pa thënë që Belin ti anti-amerikan. Na tregonin Amerikën. Amerikën na tregonin këta. Na tregonin se duhet hanim bar. Na tregonin që ne s'mund të kishim opinion, ne duhet ishim dele. Ne duhet ishim njerëz ushtar, të bindur se po thonte një zyrtar i korruptuar apo një diplomat i korruptuar, se po na thonte që duhet vepronin në një mënyrë. Këta që na kanë bërë gjyqin publik në çdo studio, sot dalin dhe thonë po çfarë vlerë ka Nongrata? Nongrata ka rënë. Berisha nuk ka hall personal. Po ishin këta që thonin që Berisha ka hall personal. Disa më dëshpërorë thonë që i hoqën i dhan vizën, po s'e kanë hequr nuk. Po ke disa të tjerë që thonë që ne kemi thënë që atëherë dhe ju rikimit, po bën gabim me Berisha. E tha Batone. Po bën gabim me Berisha. E tha Batone. Si e bën ti kët? Si e bën ti? Po bën autogol. Po e kuptoni se çfarë fuqie ka propaganda në këtë vend, se çfarë mashtruesësh dalin mbrëmjeve nëpër ekranet televizive, nëpër panelet e studiove të ndryshme, për të helmuar çdo ditë qytetarët, për t'i hedhur hi sy qytetarëve, për t'i mashtruar qytetarët, dhe nuk kanë asnjë problem ta ndrojnë pllakën 180 gradë në momentin e parë që jepet mundësia. Nongrata e Berishës ka rënë që ditën që është vendosur, sepse u vendos pa fakte, pa prova, pa asnjë akuzë konkrete, pa asnjë dokument dhe pa asnjë logjikë racionale. E kemi thënë që në fillim nuk ka ekzistuar ndonjëherë dhe prit se rrugës kush e di se çfarë surprizash do të shohim. Një nga emrat që ti lexove, AF, ka qenë Artur Feto. Po. Ka qenë siç mi kanë sjell, i kanë nxjerr. Po. Ka qenë zëvendës drejtor OSHE nga Tepelena. Po, OSHE Shkallnur Arapaj, është ky Artur Feta. Po, është shoku ngushtë i njeriu i afërt i Ardian Çelës. Po, patjetër. Ardian Çela një krye bandit tjetër, një hajdut tjetër që mund të ketë vendosur rekorde. Se më çoj kishte kurajon edhe më çojnë gjyq për shpifje ky. Ky Ardian Çela atëre. Në SPAK pasi e denoncova në 2021 që blinte vota. Domethënë këta të vjedhin lekët e buxhetit shtetit, blejnë vota, ti deli denoncon këta kanë kurajon të hedhin edhe në gjyq për shpifje. E njëjta gjë me 5D atëre. Modën gjyq tan shpif Belinde. Çfarë gjyqi me Bolinën një me çfarë fjalë? Me atë se kanë pikdobët atë. Nuk erdhi herën e fundit. E pres radhën tjetër. Do ta iluminoj me dokumenta të reja. A është kompleksuar pasi dolin përgjimet që i shkonten Qeli Lalit dhe organizonin bashkë lajme? Jo, në raport me mua se ne kemi se në herë ta sjell Zoti para syve. Unë kam qenë duke kalu ke bashkia, masi kemi marrë seancën e gjyqit edhe më kanë thënë, ja kosh më kanë treguar me dorë, hynte në zyrë të kryetarit të bashkisë e raportonte si kishte shku gjyqi. Ky është një bandit i vogël, domethënë pa vlerë t'i japim rëndësi, por ky ka vendosur rekord se ne do e bëjmë publike këtë. Në pronën, në truallin ku është ngritur ngrehina e Carlo Bolinos, që ishte i destinuar për shkollë, jo vetëm që është vjedhur trualli publik, jo vetëm që janë marrë para nga buxheti i shtetit, ja 1.2 milion, mos gaboj, për të ndërtuar ngrehina, para nga akshi, për të ndërtuar kjo ngrehinë që është çështja prokurorisot. Por dhe është kompensuar një familje ish-pronarësh aty, drejtuese e një për institucioneve më të rëndësishme të drejtësisë së re, me të paktën $3 milion. Do t'i bëjmë publike në këto. Do t'i bëjmë publike skandale që janë të pa imagjinueshme. Dhe këta bandit kanë kurajon, kur ti thua të vërtetën, dele me letra, dele me dokumenta, të godasin, të linçojnë, të thonë që ky shpif etj, kur ndërkohë janë këta që janë të kapur në flagrancë. Të vinë më tonë një provë, ka thënë, në shembullin e Berishës duhet ta bëj secili në opozitë. Ore ka thënë Berisha, ore të më nxjerrin një dokument. Ore një provë, një firmë që unë jam korruptuar,
që unë kam shkel ligjin, hiki vetë, e kishte thënë vetë, e ka thënë vetë nga dita parë. Nga dita më e zezë kur i ndodhi çështja e non gratës, që ka qenë një goditje e për gjithë Shqipërinë, kush nuk e ka parë të tillë ka patur gabim. Se duhet ta kuptojnë që kjo nuk ka qenë një betejë për Berishën, është betejë që nëse sot ka një lajm të mirë që ka rënë non grata, e dinë gjithë, ka rënë për gjithë shqiptarët, duhet ta kuptojnë shqiptarët që nuk mund të ketë një standard të tillë. Sepse këtu në ka një njerëz që duhet ishte non grata prej vitesh është ky, që është Hajdut Edi Rama, që është i kapur në vjedhje çdo ditë. Në çdo firmë që Hajdutliku i Edi Ramës është problem shqiptar. Narkoshteti i Edi Ramës narkoshteti është problem ndërkombëtar sepse ka dhe një lajm të keq për Edi Ramën. Presidenti aktual amerikan, të dashur miq që na ndiqni, Donald Trump, kartelet e drogës, që janë shokët e ngushtë të Edi Ramës, i ka shpallur organizata terroriste. Televizia e papritur. Dhe si të tillë do trajtohen si terroristë. Kështu që ky që ka shokët e ngushtë, trafikant droge, ky që ndan Shqipërinë në llokma, sa herë i jepet mundësia me trafikantët e drogës, ky individ do trajtohet si i tillë nga administrata amerikane dhe nga gjithë institucionet ligjzbatuese amerikane. Themi te problematika. Ka pasur probleme me votën e diasporës, gjithashtu, sipas auditit të brendshëm të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, 588.000 votues në listë janë me probleme me numrin unik. Nuk kanë një numër unik të qartë. Çfarë do të thotë? Kemi marrë mandatet që do marrin në kështu. Jo, ma atë e bën për treguar fort, shiko, kur je shumë i dobët është një lloj si Erion Veliaj, që edhe në ditët e fundit apo javët e fundit para se të shkonte në qeli, rritej gjoksin, dilte kraj Edi Ramës, fliste që do vazhdonte projekte madhështore kraj Edi Ramës në Bashkinë e Tiranës, ishte më i fortë se kurrë etj, sepse në atë moment ishte më i dobët se kurrë. I them qytetarëve që na ndjekin, sot tani që flasim 9 maj, paradite, Edi Rama që duket i fortë, që shkruan ato mandatet, memorandumet në kuçe etj, është më i dobët se kurrë. Ai e di më mirë se ne se çfarë ka bërë, sa ka vjedhur, se si i ka sondazhet e brendshme, se si e ka situatën nëpër burgjet e Shqipërisë ku ka çuar gjithë shokët e vet, se si e ka situatën nëpër agjencitë e huaja që të parët që e spionojnë janë titullarët e vet, zyrtarët e vet, sepse duan të ruajnë veten e tyre, dhe Edi Rama e di shumë mirë se ai dobët është sot. Prandaj hiqet si i fortë që të intimidojë qytetarët shqiptar, që i varfroi ke buka gojës. Ke buka gojës. I kërkon të mos dalin të votojnë sepse nuk mund dali një njeri. Është e lishme kjo? Njeri normal, asgjë nuk është e lishme apo etike në gjërat që bën ai. Por në thelb qëndrojmë këtu. Të kesh bërë këto dëme, të kesh këtë bilanc katastrofik për vendin tënd pas 12 vitesh, të mos dalësh dot me një bilanc, të mos dalësh dot me një program, të mos dalësh dot me një premtim pasi ke 12 vite kryeministër. Dhe mos harro vetëm këto 12 vite që për atë qytetarin që na ndjek, 12 vite në pushtet Edi Rama, që ta dini sa kohë ka Edi Rama, është një fëmijë nga klasa e parë që ka hyrë, ka mbaruar edhe shkollën e mesme, gjimnazin. Se po ta thoj njëri që se ka mbaruar gjimnazin, se këta më kanë bërë pa shkollë. Po që ta dini sa është shumë zgjat kjo. 12 vite. Imagjinoni edhe 4 tjera që do ai të mbarojë universitetin. Një fëmijë pra që është nga 6 vjeç, është ke mandati 5. Nga 6 vjeç, po themi edhe 4 që një mandat. Nga 6 vjeç ke të mbaruar universitetin, dali dhe në punë dhe ta ke drejtuar Edi Rama gjithë jetën. Çmendurim. Un kam qenë 11 vjeç kur Edi Rama ka ardhur në pushtet në këtë vend, sot jam 38 dhe është Edi Rama kryeministër. Po çmendurim. Po nuk është normale në një vend që aspiron të jetë vend evropian, që të antarësohet në Bashkimin Evropian, që të ketë rekorde të tilla autokracie. Një njeri që thot do hym në Bashkimin Evropian në 2030-ën, do mbyllim gjithë kapitullin në 2027-ën, mashtrues e dia tha dhe Zef Mazi vet para 3 ditësh, një personalitet i shquar dhe është mbyllur, jo pasaportën e tij për çfarë përmend. Më pëlqeu shumë një status, mos gaboj, o e kishte Lut Dervishi, o nuk e di kush tjetër, patenta shqiptare. Njët në vetëm 3 shtete nga 27 Bashkimit Evropian, dhe ky thotë që ne do futemi në Bashkimin Evropian. Patentën më ty ta njohim vetëm 3 shtete. Dhe ky thotë ne do hyjmë në Bashkimin Evropian. Mashtrues më. Del gënjen nga mëngjesi ndark qytetarët. Ndaj të gjitha këto bën këtë panoramën se duket ndonjëherë sikur është shumë e zezë. Jo, më nuk është shumë e zezë situata. Ky është realiteti, po lajmi i mirë është që për 48 orë ne kemi mundësinë gjithë që me vullnetin tonë të shkojmë ke kutia e votimit, ke ajo dhoma fshet që garantoj çdo qytetar që na ndjek. Nuk ja u lexon njeri dot votën. Nuk ja u kontrollon dot njeri votën. Votoni të lirë, shkoni ke kutia, hidheni votën në kuti, ashtu si ju mendoni. Nëse doni të jetoni në Shqipëri me paga dinjitoze, me pension dinjitoz, me çmime më të ulura, me çmimet e energjisë elektrike dhe të ujit
pishëm më të ullët, shkoni dhe votoni ndryshimin Partinë Demokratike numri 1, ditën e diel. Mbaron kjo histori. Besoj se duhet ta ndërpresim këtu edhe pjesën e deklaratave thirrjeve politike, zoti Kolliçi. Jemi ende në fushat. Jo, jemi në fushat, po kemi kronometër. Kemi kronometër nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, pavarësisht gjithave, ne nuk duam ta shkelim atë. Jo, ke drejt se KQZ me këto punë merret me kronometrin e syrit, nuk merret me punët as me votën e diasporës, as nuk merret me problematikat që duhet të merret me punën që duhet bëj, as me zarfat që vinë nga Greqia, as me zarfat që mbushen në Greqi apo mbushen në Itali, as me vjedhjen e votës, as me manipulimin e votës. KQZ-ja me këto merret. Se si I ka zyrët se bërë mirë që ma kujtove. Se jo më duhet thënë kjo. Po se janë marrë kanë 4 ditë që vinë vërdall, se është një zyrë e Partisë Demokratike, rreth 180 metra larg një shkolle ke njësia 8 dhe ky që nga problemi elektoral njësi numër 8. Ndërkohë dalin çdo ditë bandit aty. Partia Socialiste blejnë vota, nuk thonë llaf. Ndërkohë I kanë zyrat e paloguara, këta që shqetësohet KQZ-ja për zyrat e Partisë Demokratike, po zyrat e Partisë Socialiste që I kanë paloguara, për shkak se nga që hyn administrata publike nuk duan që ti raportojmë e ti kapim, si ka mundësi I dim ne dhe nuk I din këta? Më këta që monitorojnë kohën televizive. Ose që Spagu, ku është Spagu? Shefi e votave nga jashtë është patronazhiste. Po të gjithë janë patronazhistë ata e kanë krenari, Rafin Gjoksin që janë patronazhistë. Si e neutralizoni këtë në 11 maj? Me vot masive në datë 11, çdo qytetar shqiptar duhet kuptoj kaq ka mundësinë për të shprehur revoltën e vet për vjedhjen që I është bërë në mënyrë permanente. 12 vjet që vjedhemi, 12 vjet që shpopullohemi, 12 vjet që qytetarët shqiptar goditen. Shkojnë ke kutia në heshtje, nuk ka nevojë për show, nuk ka nevojë për zhurmë, nuk ka nevojë për debate, ka nevojë për qetësi, për etik, për kulturë demokratike, shkojmë ke kutia e votimit, votojnë si duan, edhe I japin drejtim kësaj pune. Dhe nesër, kur të jetë Partia Demokratike në pushtet, duke filluar nga unë I pari, nëse s'kam mbajt një premtim çka kam dhënë, e të gjithë me radhë ne na përcjellin me vot, që të gjithëve. Sepse kjo kulturë duhet ekzistojë në një demokraci normale, funksionale, në një shoqëri normale. Kush nuk mban premtimet, kush abuzon me buxhetin e shtetit, kush e vjedh qytetarin, duhet largohet. Ç'është kjo që Edi Rama sa më shumë vjedh? Aq më shumë I rritet suksesi. I dalin sondazhet. E fundit më çuan një sondazh, lutem, e fundit. Më çuan një sondazh para 2 vitesh, se me që ti e nis emisionin duke më thënë kryetari I bashkisë. Një sondazh që ishte bërë te këto mediat e insenatorëve, që fliste për ndershmërinë e politikanëve që ishin garë. Dhe ishin pyetur qytetarët që nga kandidatët, kush duket më I ndershëm nga këta, dhe sondazhi e nxjerrte një 16% para Erion Velia në raport me mua. Sot është në burgun e Durrësit për vjedhje brekësh. 1 milion euro. Sa kuptojnë qytetarët shqiptarë se çfarë janë sondazhet që shohin çdo natë, që I helmojnë, që I manipulojnë dhe që tentojnë të mbushin mendjen për një realitet që nuk ekziston. Ndërkohë që në Amerikë, Donald Trumpi në 5 nëntor mori fitoren më të madhe historike në historinë e SBA-ve, me vot popullore, fitoi Senatin, fitoi Kongresin, deri 24 orë para apo dhe 1 orë para se të mbylleshin votimet, nuk kishte një sondazh vetëm në SBA që nxirrte fitues. Këto janë sondazhet, kjo është taktika e të majtës kudo në botë. Kjo është shplarja e trurit që I bëhet përmes mass mediave qytetarëve të zakonshëm kudo në botë dhe këtë duhet refuzojnë e qytetarët shqiptarë. E mbyllim këtu miq të dashur me Belind Kolliçin, thirrja e fundit duhet jetë për të votuar masivisht, besoj. Votoni masivisht, dilni votoni, merrni pjesë në votime, dilni familjarisht me fëmijët, me të afërmit tuaj, me familjarët, mos keni frikë, askush nuk ju intimidon, nuk ju kontrollon dot votën, dilni votoni dhe mos harroni numrin 1.